Motrat Vjollca vjedhin vëmendjen në arenën kombëtare. Moderatorja e njohur Marina Vjollca ka tërhequr vëmendjen e rrjeteve sociale sot me një postim të ri, ku shfaqet duke mbajtur dorën e motrës së saj, Luanës. Të dyja të veshura në ngjyrat kuqezi, motrat Vjollca kanë dhënë një mesazh të qartë mbështetës për kombëtaren shqiptare. Fotoja u publikua vetëm pak minuta para ndeshjes së madhe Shqipëri-Angli, që po zhvillohet sonte në stadiumin Air Albania. Marina, e njohur për përkushtimin e saj në mbështetje të kombëtares në përballjet e rëndësishme, këtë herë ka zgjedhur një imazh simbolik, të shoqëruar me emojin e flamurit shqiptar, një motivimi drejt për drejt për kuqezin. Përballja e mbrëmjes së sotme pritet me emocione të mëdha, teksa konsiderohet një nga ndeshjet më të rëndësishme të ekipit kombëtar. Ndërkohë, postimi i Marinës është bërë një nga më të komentuarit në rrjetet sociale, duke u shpërndar gjerësisht nga fansat dhe mbështetësit e kombëtares. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.